Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Më në fund, Benu Israilt u shliruan nga skllavëria e 10 vjeçare. Tashmë më ta ndetit kush nuk ishte më Firaun, edhe as ushtri që t'i friksonte. Të lirë edhe të qetë estin pas pejgamberit të tyre, Musait alayhi salatu wassalam, drejt trojëve të bekuar të Shamit, drejt Palestinës. Tokës së premtuar, tokës së bekuar, tokës së baballarëve të tyre, tokës së Jakubit alayhi salatu wassalam. Thuhet se sa largoheshin nga bregu, sa largoheshin nga deti, në një kërhin jo fort larg brigjeve, ndeshën një popull idhujtar, madje u mahnitën kur i pan tek përlëvdonin dhe adhuronin statujet e tyre, që thuhet se kishin formën e lopës. Madje të mrekulluar i than Musait alayhi salatu wassalam, na përmbaro, na bëj edhe neve një zot që ta adhurojmë, ashtu siç i adhuron ky popull zotat e tyre. Në atë rast, Musai alayhi salatu wassalam u vreros. Allahu i lartësuar e përshkruan këtë fragment nga historia e Musait në surën Al-A'raf, atëherë kur urdhron edhe thot: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. Ne i kaluam ata ndetit Benu Israilit, ndërkohë ata u ndeshën me një popull idhujtar, të cilët adhuronin idhujt e tyre. Në ato momente ju drejtuan të dërguarit Allahut duke thënë: "Qalu ij'al lana ilahan kama lahum alihatun." Na bëj edhe ne një zot ashtu siç i kanë ata zotat e tyre që ta adhurojmë. Musa alayhi salatu wassalam ju kthye duke thënë: "Qala innakum qaumun tajhalun." Ju jeni me të vërtetë një popull i paditur. "Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Atëherë ju drejtua për së dyti duke thënë: "Feja që e ndjek ky popull do të shkatërrohet, edhe adhurimi që i bëjnë idhujve është i kotë, nuk sjell kurfar dobi në jetën e kësaj bote dhe as në ahiret." Qala a ghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala al-alamin. Mandej tha për herë të tretë: a veç Allahu subhanahu wa ta'ala të kërkoj zot, ndërkohë që i madhi Zot, Allahu i lartësuar, ju përzgjodhi në mesin e mbar popujve të kohës suaj. Çfarë përfitojmë prej këtij fragmenti të shkurtër kuranor? Së pari, faktin se njeriu ndikohet nga rrethi shoqëror. Pse vallë? Benu Israilt, megjithse me sytë e tyre e pan diç nga madhështia e fuqisë të Allahut subhanahu wa ta'ala kur e çau detin për ta, edhe e mbyti Firaunin dhe ushtrinë e tij për të shpëtuar Musain dhe pasuesit e Musait. Megjithse me sytë e tyre pan mrekullitë me të cilat u ardhi Musai në Egjipt, përsëri i drejtohen Musait duke thënë: "Na bë një zot të adhurojmë, ashtu siç kanë këta idhujtar zotat e tyre." Pse vallë? Sepse skllavëria shumë vjeçare në zgjedhjen e Tiranit, në zgjedhjen e Firaunit, dhe bashkëjetesa me koptasit bën që besimi i tyre i kthjellët në Allahun e vetëm të pashoq, besim të cilën e trashëguan nga Jakubi alayhi salatu wassalam, të përzihej me lloj bestytnish. Si pasojë, ky popull u zvetënua, zemrat e tyre u çoroditën. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar na urdhëron që të shoqërohemi me njerëzit e mirë, me njerëzit e çiltër, ata të cilët synim të vetëm në fjalët dhe në veprat e tyre kanë arritjen e kënaqësisë së Zotit Madhërisht. Allahu i lartësuar i drejtohet besimtarëve duke i thënë:
Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O besimtar, tregoni frikë respekt ndaj të Madhit Zot, tregoni frikë respekt ndaj Allahut dhe shoqërohuni me njerëzit e qiltër, me besimtarët të cilët synojnë plotësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron e thot në hadith të vërtetë se secili njeri është në fenë e shokut të vet. Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Prandaj le të shohin secili për jush, le të përzgjedhin secili për jush atë me cilin shoqërohet, pasi nuk ka dyshim se njeriu ndikohet nga shoqëria. Thot populli, molla sheh mollën edhe piqet, nga ana tjetër molla sheh mollën edhe prishet. Prandaj ai i cili shoqërohet me njerëz të mirë, me besimtar të qiltër, nuk ka dyshim se një shoqërim i tillë do të lë gjurmë në shpirtin e tij. Dhe ana sjellta me ana sjelltën. Kështu ndodhi me Banu Israil. Përzierja e tej zgjatur në koptasit bëri që të përzihej besimi i të lirë në lloj-lloj bestytnish. Ajo që përfitojmë nga ky fragment kuranor është fakti se muslimani duhet të tregohet i matur, edhe nuk duhet të gjykojë me kufër apo me lloj-lloj epitetesh besimtarët e tjerë, nëse i sheh tek gabojnë, ashtu siç gabuan Banu Israilt. I kërkuan Musas diçka që në vetvete llogaritet idhujtari, shirk. Në fakt një pyetje e tillë e nxjerr njeriu nga feja islame. Megjithatë, Musa alayhi salatu wasalam nuk u ngut, por se i arsyetoi, i justifikoi me ignorancë. Mandej u bëri të qartë të vërtetën. Mandej u shpalosi argumentet. U tha se feja që e pasojnë këto idhujtar është do të shkatërrohet, ndërsa adhurimi që u bëjnë idhëve është i kotë, nuk sjell kurrë dobije në dynja, adhurimi i diçkaje e cila nuk sheh, nuk dëgjon, nuk mund të përgjigjet. As në ahiret, madje në ahiret Allahu subhanahu wa taala nda ka tërhequr vërejtjen se pikërisht këto idhuj që i adhurojnë njerëzit në dynja do të bëhen armiqt e tyre në ahiret, do ta mohojnë adhurimin që u bëhej. Prandaj adhurimi i tyre nuk sjell kurrë dobije në dynja edhe kurrë shpëtimin në ahiret. Musa alayhi salatu wasalam u tregua i matur pra, i justifikoi popullin e tij. Diçka të tillë e bëri edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vitin e 8 të Hijretit, kur së bashku me muslimanët u nisën për të luftuar dy fise idhujtare të cilët ishin mbledh për të sulmuar muslimanët. Profeti alayhi salatu wasalam, siç e dim, përballet me këto dy fise në Hunain, ama para se të shkonin në Hunain me një ushtri të stërmadhe, profeti alayhi salatu wasalam has në rrugë një pemë të quajtur Dhatu Anwat. Në këtë pemë, idhujtarët e kishin zakon të mblidheshin, të adhuronin, të bënin tawaf rreth saj dhe të varnin armët e tyre me shpresën se kjo pemë do të udhëronte armëve bereqet e si pasojë do ta fitonin luftën. Abu Waqid al-Laythi, transmetuesi i hadithit, na tregon se disa nga ushtarët, disa nga përkrasjet e profetit alayhi salatu wasalam, të cilët në fakt ishin të ri në fe, sapo e kishin pranuar islamin, kur kaluan pranë kësaj peme, ju drejtuan pejgamberit duke thënë: "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." O i dërguari i Allahut, na bëj edhe ti, cakto edhe ti për ne një pemë të bereqeshme, ashtu siç e kanë idhujtarët një pemë të bereqeshme, në mënyrë që të varrim armët edhe të korrim sukses. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bëri të madhe. Tha Allahu Akbar, për t'i treguar se diçka, një pyetje, një kërkesë e tillë është diçka shumë e madhe. Allahu Akbar, Allahu është më i madh, u atërhoqi vërejtjen. Innaha sunan, me të vërtetë këto janë rrugë të cilat të shpihen në devijim. Kultum walladhi
nafsi biyadihi kama qalet banu Israila li Musa. Thot pasha Allahun, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ashtu siç i thanë banu Israilit Musës, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bëj për ne një zot, përmbaro për ne pra një zot, ashtu siç kanë idhujtarët zotat e tyre. Siç na bëhet e qartë, pejgamberi alayhi salatu wasalam krahasoi ndërmjet rastit të Musait dhe rastit të sahabeve, për të na treguar nëpërmjet këtij hadithi se muslimani i matur i justifikon vëllezërit e tij me padituri. Megjithatë, u bën të qartë, u bën me dije kur çështja e cilën kërkojnë është diçka e madhe. Gjithsesi nuk ngutet të etiketojë, porse ngutet të shpalos argumentet në mënyrë që pasuesit e tij të kthehen për nga e mbara. Prandaj edhe ne sot, në përputhje me këto ajete kuranore, në përputhje me këtë udhëzim hynor, si nga rasti i Musait, ashtu edhe nga rasti i profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet të ngutemi nëse shohim dikënd nga mesi i muslimanëve të bëjnë ndonjë vepër që në pamje të parë është shirk, që mund ta zjarrijë njeriu nga feja. Për shembull, dikush therr kurban, edhe gjakun e kurbanit e spërkat. Me gjakun e kurbanit spërkat themelet e shtëpisë. Diçka e tillë nuk lejohet kategorikisht. Diçka e tillë nuk lejohet kategorikisht. Diçka e tillë është shirk, i cili mund ta zjarrijë njeriu nga feja, ama muslimani nuk ngutet etiketoj, por se ngutet të sqaroj. Prandaj duhet të ngarojmë tek vëllezërit tonë, edhe t'u shpalosim rrugën e drejtë, në mënyrë që të përudhen në këtë rrugë, edhe të fitojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala në dynja edhe në ahiret. Ashtu siç bëri Musai, ashtu siç bëri profeti jon Muhammed alayhi salam. Në vazhdim të kësaj ngjarje, Allahu i lartësuar urdhon e thotë: "Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhab yudhabbihuna yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim." Edhe përkujtoni o banu Israil kur ju shpëtua nga zgjadha e Firaunit, i cilit vuajtët pa mas. Ai ju avriste fëmijët tuaj djem dhe u alinte të gjalla femrat në mënyrë që t'i marrte si skllave, si robina. Me të vërtetë, thot Allahu i lartësuar në këtë jetë kuranore, në fundin e ajetit, diçka e tillë ishte sprovë e madhe nga Zoti juaj. Në radhë parë, ka diskutim ndërmjet dietarëve nëse ky ajet përfshin fjalët e Musait alayhi salatu wasalam drejtuar banu Israilve, apo janë fjalët e Allahut të lartësuar drejtuar banu Israilve. Gjithsesi, Allahu i lartësuar u bëri mirësi të madhe banu Israilve. I shpëtoi nga zgjadha e Firaunit, nga dëshkimet e tij të rrepta. Edhe mufesirinët e Kuranit kanë thënë se fjala e Allahut subhanahu wa taala me të vërtetë në këtë me të vërtetë, domethënë kjo ishte sprovë e madhe për ju. Domethënë ka zjarr dy kuptime. Kuptimi disa hoxhallar thonë se sprova e madhe lidhet me ndëshkimin që Firauni i bënte pareshtër këtij populli. Me masat ndëshkuese të jashtëzakonshme që Firauni domethënë aplikonte mbi banu Israilt. Edhe nga ana tjetër, pra një grup dietarësh e konsiderojnë dëmin e Firaunit si sprovë e madhe nga Allahu subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, disa dietarë mendojnë se sprova që përmend Allahu azza wa jall lidhet me mirënjohjen që duhet të tregonin banu Israil pasi Allahu subhanahu wa taala i shpëton nga zgjadha e tiranit. Sidoqoftë, nëse harmonizojmë ndërmjet dy mendimeve, nëpërmjet këtij ajeti kuranor kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala na bën me dije se jeta e banu Israilve, në veçanti edhe jeta e njerëzve në përgjithësi, vërtitet ndërmjet vështirësive edhe begative. Çelësi
për të fituar në momentet e vështirësive është durimi. Me shpresën se Allahu subhanahu wa ta'ala do të na bëjë rrugdalje dhe me shpresën se për durimin që bëm në dunja do të korrim shpërblime të pamasa në ahiret. Nga ana tjetër, çelësi në momentet e sprovës së begatisë, në momentet e sprovës së mirësive, është falënderimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse falenderojmë, Allahu i lartësuar na i shton të mirat. Gjithsesi, jeta e njeriu vërtetet ndërmjet vështirësisë edhe begatisë. Edhe vështirësia, edhe begatia janë sprovë për ne. Allahu i lartësuar urdhëron të thotë në Kur'anin e famlar, duke na treguar këtë fakt se wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna. Ne do t'ju sprovojmë në jetën e kësaj bote me sharr, me vështirësi, me hallë, me vështirësi, edhe me khajr, edhe me mirësi, edhe me begati, ama të dyja janë fitna, të dyja janë sprovë. Allahu i lartësuar në këtë jetë kuranor i ka dhënë përparësi sharrit kashë khajrit, për faktin se shumica e njerëzve mendon se vetëm sharri është sprovë nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa mendarët muslimanët e kuptojnë se krejt jeta është sprovë, e mira edhe e keqja. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala t'i bëj dobish me këtë që thamë deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahi 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 wa barakatuh. Allahi